Allahu nuk I do të padrejtët. Çfarë pasojash ka padrejtësia? Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allahu nuk I do të padrejtët, zullumqarët. Gjithashtu Allahu ka përmendur në Kur'an që zullumqarët nuk shpëtojnë. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, nuk shpëtojnë zullumqarët. Ata do të dështojnë në këtë botë. Dhe ai që vdes zullumqar do të ketë edhe dënimin e Allahut subhanahu wa ta'ala ditën e gjykimit. Është një dënim shumë I rëndë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith se çdo përgjegjës që Allahu I ka lënë një përgjegjësi, ky mund të jetë një drejtues, një qeveritar, një gjykatës, një funksionar I lartë. Po kushdo qoftë ai që ka një përgjegjësi, ai që ka një funksion dhe që nuk përpiqet të bëj maksimumin në dobi të vartësve të tij, që t'ua doj të mirën dhe të përpiqet që të arrijë të mirën, për shembull që kujdeset për pasurinë e një jetimi, duhet përpiqet që ai të arrijë të drejtën e vet. Ai që menaxhon një pronë publike, duhet që ta menaxhojë në dobi të qytetarëve, të mos abuzojë, të mos bëj hile, të mos zhvas, mos e vjedh pasurinë publike. Mjeku në spitale nuk duhet pranoj rrushfet. Duhet bëj maksimumin në të mirën e pacientit. Gjykatësi nuk duhet marrë rrushfet. Nuk duhet që të favorizojë palën që nuk ka të drejtë. Polici duhet jetë I drejtë. Pra duhet që të jemi të drejtë që të fitojmë mirësinë e Allahut. Sa ata që s'janë të drejtë rrezikojnë që të marrin dënimin e Allahut të lartësuar, mbase njeriu që është bërë pa drejtësi, bën lutje Allahut. Dhe Allahu e pranon lutjet, sepse nuk ka perde mes të dëmtuarit dhe pranimit të lutjes tek Allahu I lartësuar. Nuk ka pengesë, Allahu e pranon lutjen, siç thuhet në një hadith. Madje Allahu I lartësuar ja pranon lutjen dhe njeriu që nuk është musliman, nëse ati bëhet pa drejtësi dhe ai bën lutje. Imagjinoni nëse një musliman I bën pa drejtësi një jo muslimani. Çfarë ndodh? Nëse ai bën lutje, Allahu ja pranon lutjen atij. Lutjen që bën kundër zullumqarit, kundër njeriu të padrejtë. Ndaj duhet bëm kujdes, të jemi të drejtë, sepse Allahu I lartësuar mund t'u jap afat zullumqarëve. Por kur u vjen afati, kur vjen momenti për ndëshkim, atëherë nuk ka shpëtim për ta. Ka thënë profeti në një hadith, Inna Allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allahu I lartësuar jep afat zullumqarit, por kur vjen afati për ndëshkimin e tij, ai nuk mund të shpëtojë. Dhe ka përmendur pastaj ajetin e Kuranit në cilin Allahu I lartësuar ka folur për ndëshkimin e popujve zullumqar, profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra ka njerëz që bëjnë zullum, abuzojnë me pronë publike, bëjnë padrejtësi, shkelin të drejtat e të tjerëve, dhe vazhdojnë kështu derisa vjen momenti kur I kap dënimi Allahut. Pastaj poshtrohen, pastaj marrin dëshkimin. Allahu subhanahu wa ta'ala na ruaj, prandaj duhet kthjellohemi, duhet respektojmë ligjet e drejtësisë. Duhet kemi frikë dëshkimin e Allahut në këtë botë, sepse një nga gjunahet që e ka dënimin që në këtë botë është padrejtësia, është dhunimi të drejtave të tjerëve, është shkelja të drejtave të tjerëve, sipas një hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Por dënimi që do të ketë zullumqarët në ditën e gjykimit do të jetë edhe më I rëndë. Prandaj Allahu ka thënë në Kur'an: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Mos mendo se Allahu I lartësuar nuk e di se çfarë bëjnë zullumqarët, çfarë bëjnë njerëzit e padrejtë. Ta dinë njerëzit se çfarë pasojash ka padrejtësia. Do të bëni kujdes. Të imagjinoj njeriu të fuz dorën në zjarr. Por njerëzit kur bëjnë padrejtësi, kur korruptohen, kur dikush merr rishfet, kur abuzon me pronën publike, kur zapton pronën e tjetrit, kur nuk ja njeh të drejtën atij tjetrit, nuk e kujtojnë se ka një Zot që e di gjithçka. Edhe haqet do të lahen. Do të lahen haqet në ditën e gjykimit. Ai sa ka thënë profeti, le tu'addunna al-huquqa ila ahliha. Do të shlyeni detyrimet atyre që u është bërë padrejtësi, ose do u jepini hakun atyre që u takon, ose në të kundërt, në ditën e gjykimit do lahen haqet. Ai sa Allahu I lartësuar do të vendosë drejtësinë në ditën e gjykimit edhe mes kafshëve. Sepse ai e do drejtësinë dhe ai ka për të vendosur drejtësinë absolute.